nuk mundesh, sepse mundesh, po pastaj nuk mundesh kërkosh diçka të tillë, sepse prishet rendi logjik demokratik. Zgjedhjet janë ato që përcaktojnë çysh bëhet qeveria. Ndërsa përsa e përket kërshit momental apo blokadës momentale, kjo është veç stërhollim i kohët dhe qysh me thonë është produkt i një stërkeqje edhe një keshpërdorimi të drejtave parlamentare të partive tona. Sot Partia Demokratike e Kosovës, PDK, po shpresoj që do të mund të ndalje, po falenderit. Sot Partia Demokratike e Kosovës do të mbledh Këshillin e Përgjithshëm për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit. Natyrisht aty do të diskutohet edhe ftesa e kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, për të bërë bashkë në një qeveri të gjithëpërfshirëse të tranzicionit. Do të presim diskutimet në kuadër të Këshillit të Përgjithshëm të PDK-s, por natyrisht burimet tona brenda kryesisë thonë që Partia Demokratike e Kosovës do të refuzoj ftesën e Abdigjikut për qeveri gjithëpërfshirëse, me që sipas tyre qeveria vetme që i duhet Kosovës është qeveri pa lëvizjen vetë vendosje. Ky do të jetë qëndrimi i PDK-s. Është pritur që të ketë ndonjë përpjekje, ndonjë afrim me PDK-n pas refuzimit të LDK-s, apo nuk do të ndodh fare kjo as si taktik politike, Blerim, do të shkojmë drejt në zgjedhje? Jo, konsideroj që me letrën e dërguar ndaj LDK-s të cekën e PDK-s dhe nevojës për vendimit për mos më shku me PDK-n, mendoj që mjaft mençur strategjikisht vendosje ka treguar cili është qëndrimi apo orientimi politik i Albini, në këtë rast zotit Kurti, cili është orientimi politik edhe cila është strategjia. Lexohet mjaftueshëm mirë dhe qartë që veprimi si i tillë politik është shkohet me LDK-n, po nëse shkohet me LDK-n, atëherë vazhdohet pa PDK-n. Dhe nga burimet që ke, rrjedh edhe kjo formë. Edhe pse ky veprim i PDK-s potencial, ky vendim është vendim krejt ideologjik shumë politik, do thotë është e pakuptueshme, është mjaft e mos ta quaj rrezikshme tash, mos ta bëj tragjike, por është mjaft e dop, mjaft e keqe për demokracinë, nuk i kontribon zhvillimit demokratik përgjigjja e vokt, përgjigjja woke e LDK-s. Ndërsa kjo e PDK-s, ta themi kështu, ta bëjmë një analizë nga informacionet që ke Arben nga çarqet e PDK-s, kështu veprohet, do të shkon e refuzon. Po jo, sepse ka nevojë për qeveri gjithëpërfshirëse, mendojmë ka nevojë për qeveri pa vetëvendosje, ta themi është qëndrim për dhe kundër. Do të duhet të kesh ja t'jesh për, ja t'jesh kundër. Nuk ka veprim unë dua, apo si ta them kështu në humor, të thuash pjo. LDK ka thënë pjo, apo jo, po. Këto është problemi me LDK-n, edhe me pavendosmërinë edhe mos guximin e LDK-s zotit Abdigjiku kryesisht që të merr vendime të guximshme, të cilat edhe mund t'i kushtojnë për skeqje apo për smari për smiri LDK-s, por gjithsesi unë mendoj që pasojat duhet jenë, rrjedhimisht logjikshëm duhet jenë të këqija për një parti politike kur zguxon kështu. Ndërsa për PDK-n, vendimin që duhet ta merr Këshilli i Përgjithshëm, mendoj që është këtë korrekt në cilin do relacion që mund, cilin do vijë politike që mund ta mbaj PDK-ja, është përveç që është legjitime natyrisht ta përmesh, është edhe e mirë dhe dobishme, sepse historia politike tregon që PDK-ja së paku ka qenë konkrete, drejt për drejt edhe i ka pas vendimet e prera në cilin do aspekt. Mirë, faleminderit Blerim, do të koncentrohemi do të lidhemi me kuvendin, do të përqendrohemi atje me pamje, me sillni dhe zërin, ju lutem, nga zhvillimet brenda dhe jashtë sallës së kuvendit të Kosovës. Deputetët që kanë filluar të hyjnë brenda, ndërkohë në pjesën e jashtme po presim ende njerëz që të hyjnë.